Fruta, perime dhe produktet e fshatit janë kthyer në një luks për qytetarët shqiptar. Rritja e çmimeve në mënyrë të pakontrolluar i ka bërë ato produkte të ndaluara, sidomos për pensionistët, po dhe për shtresat në nevojë. Dhe nga vjen kjo? Kjo vjen së pari si rezultat i lënies në arrest të bujqësisë. Bujqësia sot ka 16% produktit brendshëm bruto, produktet shqiptare nuk prodhohen më prej taksave, vlerësimit të euros, mbështetjes së munguar ndaj fermerëve, dhe kjo reflektohet në rritjen e importeve. Produktet që sot shkojnë në tryezat e qytetarëve shqiptar vinë nga jashtë, sepse Shqipëria nuk po prodhon më. Cilët janë treguesit? Dy element kryesor. Së pari, zarzavatet, perimet, nga 30.000 ton 2021, 70.000 ton vinë sot nga jashtë. Frutat, nga 60.000 ton vinë 100.000 ton nga jashtë. Po kaq pak duhet ta duash Shqipërinë, sa që produktin shqiptar ta hedhësh në rrugë, mos t'i ndihmosh të fermerët mbijetojnë, e nga ana tjetër të stimulosh rritjen e çmimeve me produktet që vinë nga jashtë. Bujqësia për kaq ka nevojë, vetëm për një mbështetje të vogël, vetëm për ta bërë punën me dashuri dhe vetëm për të mbështetur atë që toka shqiptare ka, toka shqiptare prodhon, e fshati shqiptar prodhon. Bujqësia është në rrezik dhe rreziku i bujqësisë është transferuar në rritje të çmimeve në tryezat e qytetarëve shqiptar.